Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të projektit të librave, më konkretisht në një lëndë të re që dëshirojmë të fillojmë në këtë video inshallah, e cila do të ketë të bëjë në lidhje me edukatën. Pra, edukata konsiderohet herëherë si një lëndë që është pjesë e anës praktike të fesë, pra kryesisht që ka lidhje me legjislacionin, por se shpesh herë trajtohet edhe si lëndë e veçantë, dhe ne në këtë seri inshallah, në këtë playlist të re që po hapim, dëshirojmë ta trajtojmë atë si një lëndë të veçantë për shkak edhe të volumit të madh të materialit që kemi marrë në shqyrtim për trajtimin e saj. Libri që kemi marrë në shqyrtim është libri që ju shihni dhe titullohet Mawsu'atu Nadratin Na'im fi makarimi akhlaq ar-rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Dhe e kemi përkthyer në shqip në formë të shkurtuar këtë titull dhe kemi quajtur Shkëlqimi i mirësisë. Por nëse do ta thoshim gjatë, do të thoshim Enciklopedia e shkëlqimit të mirësisë në virtytet fisnike të dërguarit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Autori i librit quhet Salih ibn Abdillah ibn Humeid dhe po ashtu autori tjetër Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdirrahman ibn Melluh. Dhe ky që pat është vëllimi i parë nga 12 vëllime që ka në total libri. Pra, ky që po fillojmë të trajtojmë sot dhe do të trajtojmë pjesën e hyrjes inshallah, është vëllimi i parë i kësaj serie. Shtëpia botuese që ka nxjerr në treg në arabisht quhet Dar al-Lu'lu'a, që po ta kthejmë në shqip do të thotë shtëpia botuese e gurëve të çmuar. Përkthimi ka filluar në Lushnjë në nëntor të vitit 2025 dhe lutim Allahun që të na japi sukses. Pa humbur kohë, hym tek fjala e autorit në arabisht. Autori thot: Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatu at-tab'ati ath-thalitha. Alhamdulillahi alladhi a'azzana bil-islam wa akramana bil-Qur'an was-salatu was-salam ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Me emrin e Allahut, mëshiruesit mëshirbërësit, parathënia e botimit të tretë, falënderimi i takon Allahut i cili na nderoi me Islam dhe na fisnikëroi me Kur'an, paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi më të mirin e njerëzimit, zotrin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen dhe shokët e tij të gjithë së bashku. Dhe më pas, vazhdon autori dhe thot: Fa bi fadli min Allahi bina وفقنا لجمع خطب الطبعتين الأولى والثانية فلله الحمد ويقول حسن وكان لها صدى طيب في الأوساط الاجتماعية والدينية والإعلامية عموما والثقافية خصوصا وفي أوساط الدعوة بوجه خاص وبفضل من الله تعالى وفقني الله لإخراج الطبعة الأولى والطبعة الثانية من هذا الكتاب 10,000 نسخ تشكلت كل واحدة منها وأنجزت الطبعة الثانية في وقت لا يتجاوز 6 أشهر وحظيت بقبول كبير. Me mirësinë e Allahut, ne u udhëzuam që të mbledhim ligjëratat e botimit të parë dhe të dytë. Qoftë falënderimi për Allahun, siç thot Haseni, dhe mendoj që në këtë fragment
siç bëjmë her pas here nga ana jon ndonjë koment, autori ka llafin për El Hasan El Basri, pra një nga referencat më të forta të dietarëve në brezin e tabiinëve, Allahu e mëshiroft, dhe si shpesh herë dietarët i referojnë shprehjeve ose fjalëve të urta të njëri tjetrit që mund të kenë thënë ose shkruar në momente të caktuara. Më pas, dhe ato patën jehon të mirë në rrethet shoqërore, fetare, mediatike në përgjithësi dhe kulturore në veçanti, sidomos në rrethet e thirrjes islame. Dhe me mirësinë e Allahut të lartësuar, Allahu më dha sukses të nxjerr në dritë botimin e parë dhe të dytë të këtij libri, me klapa 10.000 kopje, ku secili botim u përgatit dhe u mbarua, ndërsa botimi i dytë u realizua brenda një periudhe jo më të gjatë se 6 muaj, duke u pritur me miratim të madh. Më pas thot autori, hadhihi al-mawsu'a tamtazu bi mawdu'atiha wa lafdhiha al-mutabiq li uslub wa mawaqif muwafiqa li maqasid ash-shari'a. وأمام هذه الذخيرة الكبيرة التي تعبر عن الفقه وحسن المعرفة وسرعة الاستنباط كان تعبر عن حسن التقدير العظيم لمؤلفها كان من إصدار هذه الطبعة الثالثة. Kjo enciklopedi dallohet për temat e saj, për qartësinë e shprehjes, për stilin dhe përputhjen me synimet e sheriatit, para këtij thesari të madh, i cili shpreh kuptimin e thellë fetar, dijen e mirë dhe shpejtësinë në nxjerrjen e vendimeve, si dhe vlerësimin e lartë ndaj autorit, u pa e udhës të botohej ky botim i tretë. Më pas thot autori, inna idh nashkuru kullam min man tafaddala bi ibda ra'yihi wa khalis nushihi wa i'lan ثقته نود أن يطلع معنا القارئ الكريم على بعض ما جاء في تقرير الهيئات المخلصة وقادر الفكر والمسؤولين عن المؤسسات الدينية والثقافية في المملكة العربية السعودية وخارجها ومن ذلك إن هذا الجهد الجبار لإخراج هذه الموسوعة إلى النور وما استغرقه من وقت لإعدادها خير دليل على الجهد الكبير الذي بذل لإنجازها، ولكن شرف موضوعها ونبل هدفها ودقة ما احتوته من معلومات وجمال إخراجها وطباعتها يجعل هذه الجهود مكللة إن شاء الله تعالى بالثواب والجزاء من الله تعالى والقبول والقراء من القراء والمطلعين. الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. Pra këtu fillon autori me një fragment që përfshin citimin e fjalëve të ndryshme dhe lavdërimeve që kanë bërë njerëz të dalluar në fushat e dijes dhe edukimit në lidhje me këtë enciklopedi dhe thotë: Ne, ndërsa i falenderojmë të gjithë ata që patën mirësinë të paraqesin mendimin e tyre, këshillën e sinqertë dhe shprehjen e besimit të tyre, dëshirojmë që lexuesi i nderuar të njihet me disa prej atyre që janë përmendur në raportin e institucioneve kompetente, mendimtarëve dhe përgjegjësve të institucioneve fetare dhe kulturore në Mbretërinë e Arabisë Saudite dhe jashtë saj. Ndërto, kjo përpjekje madhështore për nxjerrjen në dritë të kësaj enciklopedie, këtu fillon fjala e sekretariatit të përgjithshëm të Këshillit të Arsimit të Lartë në Mbretërinë e Arabisë Saudite, pra thotë, kjo përpjekje madhështore për nxjerrjen në dritë të kësaj enciklopedie dhe koha që është shpenzuar për përgatitjen e saj, është prova më e mirë e punës së madhe që është bërë për ta përfunduar atë. Por nderi i temës së saj, fisnikëria e synimit të saj, saktësia e informacioneve që përmban, bukuria e paraqitjes dhe shtypjes së saj
e bëjnë këtë mund të kurorzuar nëse do Allahu i lartësuar me shpërblim nga Allahu i lartësuar dhe me pranim nga lexuesit dhe të interesuarit. Pra dhe njëherë sekretariati i përgjithshëm i Këshillit të Arsimit të Lartë në Mbretërinë e Arabisë Saudite. Më pas, Mawsu'atu Nadratin Na'im kitabun akthar min tam wa akbar min an yuqayyam haythu tadafarat عدة عوامل ناجحة جعلت منها موسوعة قيم أخلاقية لا يستغني عنها باحث وطالب علم. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. Enciklopedia Nadratun Naim, që quhet shkurtimi i titullit në arabisht, është një libër më i plot nga ç'mund të përshkruhet dhe më madhështor nga ç'mund të vlerësohet, pasi u ndërthurën disa faktorë të suksesshëm që e bën atë një enciklopedi vlerash morale, pa të cilën nuk mund të bëj asnjë studiues apo kërkues i dijes. Ministria e Vakafeve dhe çështjeve islame në shtetin e Kuvajtit. Më pas. هذه الموسوعة مؤلف جليل في موضوعه منفرد فيه شامل لكل ما ينبغي للمسلم أن يتصف به من الصفات المحمودة موضح لما يتعين الحذر منه لما يضادها بأسلوب قويم المنهج سهل الفهم ميسر لإدراك لكل قارئ. أحدثت هذه الموسوعة في تعريفاتها الشاملة ما يقرب لكل باحث ولكل مستفيد ما فيها مطلوبه بسهولة ويسر، بحيث يجد النصوص وأقوال العلماء والإرشاد إلى ما قد يستزيد بعلمه في ذلك من المؤلفات الأخرى. علامة الجزيرة ومؤرخها الشيخ أحمد الجاسر في مقالته عن موسوعة النعيم في جريدة الرياض. Kjo enciklopedi është një vepër madhështore në temën e saj, unike në llojin e vet, gjithëpërfshirëse për gjithçka që i takon muslimanit të ketë nga cilësitë e lavdërueshme. Ajo sqaron gjithashtu atë prej së cilës duhet pasur kujdes, për shkak se është në kundërshtim me këto cilësi, me një stil të drejtë metodologjik, të lehtë për të kuptuar dhe të lehtësuar për çdo lexues. Kjo enciklopedi me përkufizimet e saj gjithëpërfshirëse ka ofruar atë që i afron çdo studiuesi dhe çdo përfituesi kërkesën e tij me lehtësi dhe qartësi, ku ai gjen tekstet, thënit e dietarëve dhe udhëzimet drejt saj, që mund t'i shtojë me shumë ndije në këtë temë nga veprat e tjera. Dietari i gatishullit dhe historiani i tij, Sheikh Hamid El-Ghasir, në artikullin e tij rreth enciklopedisë Nadratun Naim në gazetën Er-Riyad, pra gazeta e Riyadit, kryeqytetit të Arabisë Saudite. Më pas, هذه الموسوعة تعد إضافة قيمة لمكتبة العربية والإسلامية الدكتور عصام سالم رئيس جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. Kjo enciklopedi përbën një shtesë të çmuar për bibliotekën arabe dhe islame. Dr. Isam Salim, rektor i Universitetit të Aleksandris, Republika Arabe e Egjiptit. Më pas. أقدر لكم هذا الجهد الكبير في تسجيل أخلاقه الشريفة من المصادر الموثقة، ولا شك أنكم بهذا العمل المبارك قد ملأتم فراغا كبيرا في المكتبة الإسلامية، وليتم حاجة طالما أحس بها الباحثون والدعاة المسلمون.
الأمين العام لمجلس الإسلام العالمي للدعوة والإغاثة بجمهورية مصر العربية. E vlerësoj shumë këtë përpjekje tuajën të madhe në regjistrimin e moralit të tij fisnik nga burimet e besueshme. Nuk ka dyshim se me këtë punë të bekuar keni plotësuar një boshllëk të madh në bibliotekën islame dhe keni mbushur një nevojë që studiuesit dhe thirrësit musliman prej kohësh e kanë ndjerë. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit Botëror Islam për thirrje dhe ndihmë, Republika Arabe e Egjiptit. Më pas, innana idh nuqaddimu khalisa ash-shukr wa 'azima at-taqdir li ha'ula'i jami'an wa li ghayrihim mimman lam yatasanna at-tanwih bi ra'yihim al-qayyima wa hum kathir wa li kulli man ساند هذا العمل باقتنائه ولكل فاعل للخير أو فاعله له من أهل الفضل الذين حصلوا على هذه الموسوعة لأنفسهم وأهليهم أو قاموا بتوزيعها على غيرهم نهدي إليهم جميعا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تضمنها دعاؤه الشريف لكل من أسهم في تبليغ رسالته إلى الأمة الإسلامية والناس جميعا، حيث يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف داعيا لهم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. Ne duke shprehur falenderimet tona të sinqerta dhe vlerësimin e madh për këta të gjithë, si edhe për të tjerët të cilëve nuk ju mundësua të përmenden për mendimet e tyre të vlefshme, dhe ata janë të shumt, si dhe për çdo person që mbështeti këtë punë duke e blerë dhe për çdo bamirës apo bamirëse nga njerëzit e virtytshëm që morën këtë enciklopedi për veten dhe familjet e tyre, ose që u morën me shpërndarjen e saj për të tjerët, ne u dërgojmë atyre të gjithëve lajmin e gëzueshëm të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e përmban lutja e tij fisnike për çdo person që kontribuoi në përcjelljen e mesazhit të tij tek ummeti islam dhe tek njerëzit në përgjithësi, ku ai sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e tij fisnik, duke u lutur për ta, e bëft Allahu të ndritshëm atë njeri që dëgjoi fjalën time, e kuptoi, e mësoi dhe e përcolli. Më pas thot autori, يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ولو لم يكن في فصل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا لأن من قام بتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه دخل في الأمة تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكسو الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره حيث تظهر هذه البهجة، وذلك السرور وتلك الفرحة نظرة على الوجه، ولهذا جمع الله سبحانه بين السرور والنظرة في قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم من حيث إن النعيم والطيب القلب يظهر نضارة في الوجه كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم، والمقصود أن هذه النضرة
هي أثر تلك الحلاوة وهذه البهجة وذلك السرور الذي في قلبه وباطنه. Ibn al-Qayyim, Allahu më mëshiroft, duke komentuar këtë hadith, thot: ndërkohë të përmendim diçka për Ibn al-Qayyim el-Jauziyje, Ibn al-Qayyim është prej nxënësve më të njohur të Ibn Taymiyas, për të cilin kemi folur më herët në një video të mëparshme shkurtimisht. Dhe është personi i cili njihet më së shumti për kontributin e tij në çështjet e zemrës. Aq sa disa prej dietarëve e kanë emërtuar me emrin doktor i zemrave. Pra kaq shumë ka folur dhe i ka zbërthyer çështjet e zemrës, të cilat në vetvete përfshihen zakonisht e lënda edukatës, Ibn al-Qayyim, saqë ka merituar këtë pseudonim. Dhe ai është njohur për dijen e tij të thellë edhe në lëndë të tjera dhe ka shkruar libra edhe në lëndë të tjera, dhe në kohën tonë që po flasim, për një kohë jo shumë të gjatë, është botuar një libër si formë koleksioni, ku përfshihen të gjitha shkrimet e tij që ekzistojnë deri në kohën e sotshme. Kjo s'do thotë që mund mos ketë pasur të tjera shkrime përveç tyre dhe ne nuk e dim, por se ato që ne i dim dhe që janë në dispozicion, ndonse janë si libra të shpërndarë, për shembull me një vëllim, me 2, me 3 ose më shumë, janë mbledhur në një koleksion të vetëm dhe ka dalë me 67 vëllime, i cili duket këtu sipër, ndonse kamera e prek shumë pak. Pra kjo na jep një ide, domethënë, të shkallës së përgatitjes së autorit për të cilin po flasim. Le të përmendim fjalën e Ibn al-Qayyimit në këtë koment. Edhe sikur të mos kishte tjetër vlerë për diturinë përveç kësaj që përmendet në këtë hadith, ajo do të mjaftonte për nderin e saj, sepse ai që përcjell hadithin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam hyn në mesin e umetit nën këtë thirrje profetike, e cila përfshin bukurinë e jashtme dhe të brendshme. Shkëlqimi që përmendet është gëzimi dhe bukuria që e mbulon fytyrën si rezultat i besimit dhe i kënaqësisë së brendshme me të, si edhe nga gëzimi dhe lumturia e zemrës, sepse kjo gëzueshmëri shfaqet në fytyrë, ashtu siç shfaqet lumturia dhe ajo ndjenjë e brendshme si një shkëlqim në fytyrë. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar ka bashkuar gëzimin dhe ndriçimin në fytyrë në fjalët e tij. Dhe i ruajti Allahu prej së keqes së asaj dite dhe u hodhi atyre ndriçim dhe gëzime. Ky është një ajet i surës Insan dhe më pas vazhdon fjala e Ibn al-Qayyim. Ndriçimi është në fytyrat e tyre, ndërsa gëzimi është në zemrat e tyre, sepse mirësia dhe pastërtia e zemrës shfaqet si ndriçim në fytyrë, ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar, vërtet të mirët janë në begati, mbi shtretër shikojnë dhe ti njohësh në fytyrat e tyre shenjat e begatisë dhe mirësisë. Këto ajete janë tek sura Mutafifin dhe më pas vazhdon sërish fjala e Ibn al-Qayyim. Dhe qëllimi është se ky ndriçim dhe ndikimi i atij ëmbëlsimi të besimit dhe i atij gëzimi të brendshëm dhe ajo lumturi që gjendet në zemër dhe brendësisë së tij. Pra ky është qëllimi i asaj që u përmend më sipër. Më pas thot autori: Inna nadratan na'im allati hiya min hadh kulli ulaika alladhina sami'u an rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ballaghu anhu wa ta'assaw bi akhlaqihi alhamida laysat hiya alfa'ida alwahida almasjuwa idh yujadu ila janibiha فائدة أخرى ألا وهي تحقيق محابته صلى الله عليه وسلم وتنفيذ ما أمرنا به إذ قال بلغوا عني ولو آية وقال ليبلغ الشاهد الغائب. يقول ابن القيم رحمه الله أمرنا صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في التبليغ من حصول الهدى وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكلاهما كثر. Shkëlqimi i mirësisë që u takon të gjitha atyre që kanë dëgjuar për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam
Pra shkëlqimi i mirësisë u takon të gjithë atyre që kanë dëgjuar për të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, që kanë përcjell prej tij, pra kanë transmetuar në një prej fjalëve të tij, dhe janë përpjekur të ndjekin moralin e tij të lavdishëm. Nuk është përfitimi i vetëm i pritur, sepse krahas kësaj ka dhe një përfitim tjetër, që është realizimi i gjërave që ai i do dhe zbatimi i asaj që ai na ka urdhëruar, ashtu siç ka thënë në hadithin tjetër, përcjellni prej meje qoftë edhe një ajet të vetëm, dhe ka thënë, le të përcjelli pranishmi tek ai që mungon. Ibnul Qayyim, Allahu e mëshiroft, thotë, ai sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar të përcjellim prej tij për shkak të asaj që sjell përcjellja, domethënë arritja e udhëzimit. Dhe ai sallallahu alaihi wasallam ka shpërblimin e atij që e përcjell prej tij dhe shpërblimin e atij që e pranon atë lajm, dhe të dyja këto janë shumë. Më pas, at-tablighu anhu tuda'afu lahu ath-thawab, falahu min al-ajr bi'adad kulli muballigh wa kullu muhtad bidhalika البلاغ سواء ما له من أجر عمله المختص به فكل من هدى واهتدى بتبليغه فله الأجر عليه لأنه هو الداعي إليه ولو لم يكن في التبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصال الهدى إلى جميع الأمة فالمبلغ عنه مسارع في حصول محبته فهو أقرب الناس منه وأوجههم إليه وهو نائبه وخليفته في أمته وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله. Përhapja e dijes së tij I shumëfishon atij shpërblimin. Pra kjo nuk kupton që profeti sallallahu alaihi wasallam është bërë sebeb që këtë shpërblim të arrijë një person dhe nëpërmjet tij një person tjetër dhe kështu me radhë, dhe ai në vetvete ka sevap për të gjithë këta që bëjnë vepra si rezultat I asaj që ai ka përçuar ose që është bërë shkak për të. Dhe vazhdon, ai merr shpërblim sipas numrit të çdo personi që I përcjellet mesazhi, dhe çdo njeri që udhëzohet përmes kësaj përcjellje I shtohet atij shpërblim tjetër, përveç shpërblimit të veprës së tij të veçantë. Pra, çdo njeri që udhëzon të tjerët dhe që udhëzohet vetë nëpërmjet transmetimit të tij, ai e merr shpërblimin e tyre sepse ai është thirrësi drejt asaj të mire, edhe sikur në përcjelljen e dijes prej tij të mos ketë tjetër veç se arritja e asaj që e pëlqen I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të mjaftonte kjo si një merit e madhe. Dhe dihet se nuk ka gjë më të dashur për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se sa përhapja e udhëzimit tek e gjithë bashkësia, pra tek I gjithë ummeti I muslimanëve. Prandaj ai që përcjell prej tij është I shpejt në arritjen e dashurisë së tij. Ai është prej njerëzve më të afërt me të dhe më të nderuar ndër ta. Ai është zëvendësi I tij dhe përfaqësuesi I tij në ummetin e tij dhe mjafton kjo si merit dhe nder për dijen dhe për ata që e mbartin dijen. وختاما نؤد الإشارة إلى أن هذه الطبعة الجديدة هي طبعة منقحة تضمنت إضافات مهمة وصححت فيها أخطاء خارجة من إرادتنا وردت في الطبعة الثانية ولا يسعني في ختام هذا التقديم إلا أن تقدم بالشكر الجزيل لكل من اطلع على هذه الموسوعة وخاصة أولئك الذين أمدوا إلينا ملاحظاتهم القيمة ونبهونا إلى العطر وإذا كان من شكر الولي عز وجل شكر من أجرى الله النعمة
على يديه مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإننا نشكر كل من أسهم في إعداد هذه الموسوعة ومراجعتها وتدقيقها إذ لولا جهودهم المخلصة ما كان لها أن تخرج للناس على هذا النحو الدقيق. وفي مقدمة هؤلاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن حميد إمام وخطيب الحرم المكي الشريف فلهم جميعا ولكل إفراد دار الوسيلة خالص الشكر وصادق العرفان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ملوح جدة المملكة العربية السعودية ربيع الآخر سنة 1425 hijri. Dhe në përfundim duam të theksojmë se ky botim i ri është një botim i rishikuar, i cili përfshiu shtesa të rëndësishme dhe në të cilin u korrigjuan gabime jashtë vullnetit ton, dhe që të cilat ndodheshin në botimin e dytë. Dhe në mbyllje të kësaj parathënie nuk më mbetet veç se t'u shpreh falenderimet e mia të thella të gjithëve që kanë konsultuar, me të cilët jam konsultuar për këtë enciklopedi, veçanërisht atyre që na dërguan vërejtjet e tyre të vlefshme dhe na tërhoqën vëmendjen me këshillat e tyre të vyera. Dhe nëse ndërshenjat e falënderimit të Zotit të Plotfuqishëm është falënderimi ndaj atij përmes të cilit ai e sjell mirësinë, siç vërtetohet nga fjalat e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, nuk e falenderon Allahun ai që nuk i falenderon njerëzit. Atëherë ne i falenderojmë të gjithë ata që kontribuan për përgatitjen, rishikimin dhe korrigjimin e kësaj enciklopedie, sepse pa përpjekjet e tyre të sinqerta, kjo vepër nuk do të kishte dalë para njerëzve në këtë mënyrë kaq të saktë. Në krye të këtyre njerëzve është i nderuari Sheikh Dr. Salih ibn Humeid, imami dhe khatibi, domethënë ligjëruesi i xhamisë së shenjtë në Mekë, bëhet fjalë për Qaben, ku shkojnë haxhinjt në mënyrë të përvitshme. Për këta të gjithë, si dhe për gjithë anëtarët e Darul Wasile, shprehim falënderimet tona të sinqerta dhe mirënjohjen e thellë, dhe fjala jonë e fundit është falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Dhe paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi zotrin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij dhe shokët e tij të gjithë. Pra këtë fjalë e ka thënë Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Melluh në Gjidde, që është qytet pranë Mekës, në Mbretërinë e Arabisë Saudite, në muajin Rabiul Awwal, sipas kalendarit hënor, viti 1425 hijri. Atëherë këtu përpara se të bëjmë mbylljen, pasi vetë autori ka bërë mbylljen e tij në këtë hyrje, dëshirojmë të vëmë në dukje që këta padyshim janë njerëz të mëdhenj të dijes, dhe padyshim kanë bërë një punë shumë të veçantë, shumë të lodhshme, shumë të mundimshme dhe shumë të vlerësueshme. Pavarësisht gjithë kapacitetit të tyre dhe nivelit të tyre të lartë, sërish tregojnë një modesti të një shkalle shumë të lartë, të cilët konsultohen me specialistë të tjerë të fushës në lidhje me enciklopedinë, me produktin që kanë dashur të nxjerrin për herë të tretë në ribotim, dhe pranojnë prej tyre vërejtje. Kjo do të thotë që secili prej nesh mund të ketë një kapacitet të caktuar, qoftë të vogël, mesatar apo të madh, por gjithmonë ka se çfarë të përmirësoj. Dhe në momenti që dikush na e ofron një mundësi përmirësimi, duhet që të gjejmë tek vetja modestinë e mjaftueshme për ta pranuar këshillën dhe për të arritur cilësinë e punës tonë nëpërmjet kësaj këshille. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.